Idiotin zgjodëm, libri quhet Idioti. Dhe kur unë i shpjegoj se çfarë është Nadia në rusisht do të thotë shpresë. Dua që t'i nxjis të rinj që të na lexojnë librat. Panairi organizohet çdo vit. Ky është viti juaj i parë që vini apo e keni kthyer tashmë në traditë të përvitshme? Ne vim për vit me prindrit, zakonisht vim, këtë herë kemi ardhur vetëm, edhe thjesht po shohim. Jo, është traditë e përvitshme. Është bërë një traditë e përvitshme për mua, sepse un kam qenë edhe herë të tjera 3-4 herë me shkollën dhe më pëlqen vërtet shumë sa herë që është muaj nëntor me zi pres, sepse më pëlqen shumë të eksploroj libra të tjerë, domethënë edhe nëpër librari është bukur, por kur shikon shumë njerëz, domethënë ka edhe shumë stilnda të ndryshme, është më bukur. Me zi pres kur panajeri i librit zhvillohet, më pëlqen shumë të blej sa më shumë libra të mundem, da jam shumë e gëzuar që jam e pranishme këtu dhe sot. Jo, nuk është hera e parë, kam ardhur shumë herë të tjera në panajër dhe me zi e pres kohën kur hapet panajeri që të vi përsëri. Unë kam ardhur 8 vitet e fundit. Çfarë zhanri keni zgjedhur? Kemi zgjedhur këto letrare të Dostojevskit, Idiotin zgjodëm, libri quhet Idioti. Harry Potter. Atëherë libri i parë që bleva është i Viktor Canosinaj, Të gjithë tulipanët e botës. Viktor Canosinaj është një nga autorët më të preferuar shqiptar që unë kam. Kam lexuar edhe shumë libra të tij, që e vogël dhe vazhdoj t'i lexoj, prandaj ishte autori i parë Kushkovas në momentin që hyra brenda. Kam marrë Baba i pastër, Baba i varfër për adoleshent, sepse më duhet për një projekt personal dhe më pëlqen gjithashtu edhe të mësoj më shumë për paran. Gjëra që nuk i mësojmë në shkollë. Në fakt kam bler shumë libra këtë vit, një ndër to është Një ditë tjetër nga Mira Kazhani, besoj se njihet nga shumica. Kam marrë Imad nga Pablo Escobar. Më pëlqen të di më shumë pse jo për vetë personazhin, ndaj nga kurioziteti bën të vete. Unë kam bler Vendi i rrëfenjave, ky është botimi i tretë. Unë kam bler shumë klasik, më shumë të Dostojevskit, Jane Eyre dhe Charles Brontë. Unë nuk kam mbaruar akoma, por libri i parë që kam bler është Jeremy Stilton. Thjesht erdha për të parë të gjithë shtëpitë botuese se çfarë tituj të rinj kanë sjellë për ne lexuesit, dhe jo vetëm tituj të rinj, por edhe libra të tjerë të cilët mund t'i kemi lexuar, por nuk i kemi në bibliotekën tonë personale. Nëse do ishte një zhanër apo një libër që do i vendosje panajirit këtë vit, cili do ishte libri që do e karakterizonte panajirin këtë vit? Unë kam lexuar shumë novelat e Stefan Zweigt dhe janë nga më të bukurat. Dhe mendoj se mund të thoja që mund të ishte psikologjike, emocionale, kështu dhe etiketoja unë. Nuk e di, mund të them Aventurat e Charlottës i pari, sepse është kaos, kështu që ka shumë njerëz, shumë aventura, shumë. Për mua do të ishte Qeni milioner, sepse ka shumë njerëz dhe mund të lidhet me këtë vend. Nuk di të them se cili libër, po di të them që do ishte zhanri mister dhe thriller. Tani ndodhem me një njerëz shumë të veçantë, një gazetar dhe një shkrimtar i ri, Eduard Bardhi, i cili ka nxjerrur për publikun edhe për të gjithë lexuesit veprën e tij të re me poezi të titulluar Malltretja. Kështu që le ta pyesim Eduardin vet se si të kanë pritur qytetarët, lexuesit. Një vepër e cila është mirëpritur shumë, është përqafuar nga lexuesit. Kam pritur komente pozitive, kam pritur recenza pozitive gjithashtu. Kritika ka qenë e mirë, kam marrë lajme të bukura, të këndshme dhe për këtë jam tepër i lumtur. Çfarë ke për të na thënë më shumë për veprën, për ata që ende nuk e kanë lexuar? Edhe për të folur pak se duke qenë se je edhe shkrimtar i ri, si të erdhi ideja për të pasur tashmë në duar një vepër? Duke qenë se unë kam studiuar për letërsi, në fakt doja të bëja një produkt timin, një produkt letrar dhe mendova tjetë pse jo një lëndë poetike, një vëllim poetik. Do doja të dija, a ka lexues sot? Duke qenë jo vetëm një shkrimtar i ri, një herezi edhe një studiues i ri në fushën e letërsisë, por shoh që interesi për lexim çdo herë vjen dhe paksohet. Për të ardhur keq, por kjo është faktike. Përshëndetje Maklena, do donim të flisnim pak për veprën që ju mbani në duar. Çfarë është kjo vepër dhe si vjen për publikun shqiptar? Jam shumë e lumtur që në panairin e 28 të librit unë pata mundësi përveç të gjitha veprave të tjera që kam përkthyer dhe vëllimeve të mia poetike, jam shumë e lumtur që prezantoj Nadian, veprën më të rëndësishme të surrealizmit francez, të shkruar nga babai i surrealizmit, nga André Breton. Cila është gjëja më interesante që ke dëgjuar pikërisht sot? Atëherë, gjëja më interesante të gjithë nisen nga emri, dhe kur unë i shpjegoj se çfarë është Nadia në rusisht do të thotë shpresë.
Pra është një titull shumë simbolik që autori ka zgjedhur dhe të gjithë pyesin kush është Nadia? Kush është Nadia? Dhe përpiqem të them që Nadia ka qenë një personazh real që është thjesht me një pseudonim. Atë në ndodhemi në një stend shumë veçantë, duke qenë si përket besimit edhe fesë. Edhe pyetja çfarë do doja unë t'ju drejtoja është se sa të interesuar janë njerëzit për ditur pak më shumë për besimet edhe leximet që mbase nuk i kemi parë vërdall. Po, në fakt, muaji nëntor është muaji që dedikohet librit, si çdo vit, edhe në këtë vit, pra në nëntorin e vitit 2025, po zhvillohet panajiri i librit. Kisha Ortodokse për gjatë këtyre më tepër se 3 dekadave ka qenë e pranishme dhe prezente në të gjitha panajiret që janë zhvilluar këtu në Shqipëri. Sigurisht Kisha Ortodokse ka një pasuri të madhe prej 2000 vitesh tashmë dhe janë libra të cilët janë përcjell brez pas brezi për gjatë gjithë këtyre kohrave. Pa shikojmë libra të etërve të mëdhenj të kishës të shekujve të 3 të 4, por gjithashtu dhe libra që janë të fundit, pra është një kishë që vazhdimisht prodhon. Duam dhe urojmë dhe lutemi që të rinjt tanë ashtu si të rinjt e Europës, meqense ne aderojmë që të hyjmë në Bashkimin Evropian, të bëhemi pjesë, ne jemi pjesë e Europës, por të hyjmë në të, dua që të nxjisë të rinjt që të na lexojnë librat. Ka kaq shumë, është një pasuri shumë e madhe. Është gjithaj mendim njerëzor i shprehur në letër për gjatë gjithë zhvillimit të qytetërimeve njerëzore, i cili besoj se është një pasuri shumë e çmuar. Alfred, ju jeni dhe botues, po ashtu edhe përkthyes si 2 librave që tashmë janë në panajir. Do donim të dinim pak më shumë për zhanrin që i takojnë këto libra dhe çfarë do doja t'ju thoje lexuesve që ende nuk e kanë këto 2 libra në dorë. Atëherë 2 libra që unë kam sjellë sot në panajir me Shtëpinë Botuese Drejtie, të cilën e drejtoj tashmë prej 2 vitesh. Njëri është përkthimi imi, është botuar vjet, dhe tjetri është përkthim nga frëngjishtja, i Urim Nërgutit, dhe është ky fundit është një dialog mbi artin dhe politikën, kështu quhet, i shkruar ose është më saktë një dialog mes një regjizori dhe një romancieri me bindje të majta të dy. Është nga njëra ana është regjizori i famshëm Ken Loach, dhe nga ana tjetër është romancieri Eduard Luiz, i cili është mjaft i njohur në Francë së fundmi për romanet e tij me natyrë sociale kryesisht. Cila është gjëja më e pazëvendësueshme që ka libri në këtë botë e cila ngulon nga interneti? Pikë së pari është ky marrëdhënia drejt për drejt që ti mund të kesh, prekja e faqeve, fakti që ti mund t'ju kthehesh disa herë, mund të mbash shënime. Ndërkohë sigurisht sot jo të gjitha librat mund gjenden në format letër, kështu që një pjesë e tyre gjenden duhet lexuar nëpërmjet internetit.